Kur vjen më shkruan pjellërapshe kështu, këtë pun kam, po nga sot maron Okej, nga sot nuk jam, po për kokë familjes nuk jam xheloz më, për kokë të robëve. Ore, mos e pafsha vllajin gjallë, mamin, babim, nëse kam pasi far pëlqimi për atë lloj robi si femër, me pas ndonjë gjë, qofsha çuni me degeneruar në Shqipëri, s'ka si gjë të keqe ta dushi goc. A kupton, as si gjë të keqe, s'ka si gjë të keqe ta dushi goc. Pse s'them tash ju, që jam tu vdek për i goc. Maroj, jam tu vdek, s'ka si gjë të keqe me dashti goc. Po ju menoni se unë ta kemi gocë do nxjerrë për internet. Live. Qa ta nxjerrun grun, ti them njerëzve me nxjerr grun live, hare, ajo pëlqen kjo gruaja ime. A e kam super pill, a qa t'ju them? Por e let shaj mor burrun nga ky moment. A kupton? Nuk du, s'duar me pranu më, por nuk më do kari, nuk përmend më, nga ky moment jap direkt dorëheqjen, fitoni ju, erdha më shumë për të thënë ja dy fjalë që ti kur dalësh, se nuk më erdhi natë që më kishte sha mua, kupton? Se s'ka si gjë të keqe. Me mshajt mu, nuk ka si gjë të keqe, mshave mu varikari. Tash ti të shkruan dikush në emër tim, ti thua ti ai është rrobshim. Di dhe unë me hy këtu, me të bëse kur je shtatzan, me të bëse kur ke abortu 3 herë, me bëse kur ke heq 2 fëmijë. Di dhe unë me të bë kështu. A kupton? Po nuk du. Kështu që shihni punën e juaj. Ke bë qa ke bë të lumt kari, unë përse përket çështjes time dhe teje, përderisa i përket çështjes time edhe çështjes ndaj teje, unë nuk dua si gjë më shumë, unë du të më japi Zoti ç'a meritoj. Për sa i përket ty edhe çdo lloj personi, ose me jetën time dhe njerëz që unë rrethoj, unë du veç Zotit më japi ç'a meritoj, nuk du të më japi as më shumë as më pak. Nëse unë të kam bë keq, kam qenë i keq me ty, ma ktheft 10 fish keq. A kupton? Du të kthem